Një operacion për shkatërimin e parcelave me kanabis është ndërmarrë nga policia në Tepelen, në zonën e thepisur të quajtur Backov. Janë shkatëruar 2000 rrënjë kanabis, kubik e fishek. Operacioni është drejtuar në terren nga zëvendësredori i përgjithshëm i policisë së shtetit Rebania Upaj, drejtori i shërbimit të kontrollit të brendshëm Eduard Merkaj, ndërsa është monitoruar nga vetë ministri i brendshëm Dritan Demiraj. Ndodhemi në Nivic në një operacion kundër kanabisit. Tashmë është e qartë prioriteti i Ministrisë Brendshme, qeverisë shqiptare për luftën kundër kanabisit. Operacioni për shkatërimin e parcelave ka nisur në orën 3 të mëngjesit pas informacioneve të marra nga shërbimi informativ në lidhje me ekzistencën e parcelave të kultivimit të lëndës narkotike. Aktualisht operacioni po zhvillohet në grupin e lumit Bënç, në kanonin e Progonatit. Terreni ku po zhvillohet operacioni është shumë i thepisur, gjë që ka detyruar forcat të lëvizin në këmbë për rreth 1 orë e 30 minuta. Droga ishte e mbjellë në parcelat të hapura Rishtas. Deri tani janë anëzisuar 1052 rrënjë bim narkotike dhe 524 kubik me gjatësi deri në 15 cm, ndërkohë po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Më herët policia e shtetit ka vijuar operacionin në Dibër, Shkodër, Progonat të Tepelenës, ku evidentua dhe u azesua 926 bim narkotike, u arrestua në Dibër 6 shtetas në flagrancë, si do proceduan penalisht në Shkodër e Tepelen 2 të tjerë.